Në ambientet e bibliotekës publike Thimi Mitko në Korçë u çel një ekspozit me punimet e realizuara nga artistja Amantja Rokaj, e cila jeton dhe krijon në diasporë. Punimet e saj të veçanta të përpunuara me materiale të riciklueshme sollën një frymë të re krijimtarie dhe një mesazh të fortë për ndërgjegjësimin mjedisor dhe ruajtjen e lidhjes me rënjët. Punimet e mia sot përmbajnë figura të ndryshme, si Frida Kahlo, kafshë të tjera. Punimet janë të bëra me mjetet riciklueshme, të cilat janë të ndryshme nga të gjitha llojet, dhe një vepër nuk mund të përsëritet përsëri, për faktin sepse një herë më bie në dorë ato mjete dhe mënyra e krijimit të tyre është e veçantë njëra nga tjetra. Artistja ka hapur edhe më parë ekspozita me punimet e saj, por siç thekson ajo, emocionet natë dhe janë të papërsëritshme. Ekspozita ime e parë ka qenë në Sarandë. Kam bërë në Shqipëri rreth 3 ekspozita. Janë shumë të rëndësishme sepse nuk është vetëm të reklamosh punën tënde. Është udhëtimi, shoqëria, janë njerëz të rinj që njeh qytete të reja. Se vërtet jemi shqiptar, por unë jam nga Tirana, kështu që të vija në Korçë ishte diçka e bukur njëkohësisht. Ekspozita ishte pjesë e aktivitetit literar të organizuar nga Biblioteka Publike Thimi Mitko dhe Shoqata Kulturore Korça në kuadër të nismës Diaspora Nat dhe Kur fjala kthehet në art, që synonte të promovonte shpirtin krijues të shqiptarëve të diasporës dhe të forconte urat kulturore mes tyre dhe atdheut.